Allahun Azza wa Jall e falënderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që bëjnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi as nga mali e as nga evlade. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesëtar të fesë islame dhe të dinit islam, që na ka dhënë qëllim në jetë, që na e ka mësuar rrugën e rrugtimit kundrejt xhennetit, ku na e ka ndriçuar këtë rrugë me ndriçimin e imanit dhe islamit, na e ka pastruar me pastërtinë e sinqeritetit dhe dinit, dhe na e ka bërë të qartë e të mundshme, nëse na këto pika e këto udhëzime e këto sqarime fetare që janë të zbritura mbi 7 qej, nëse na jemi të përpikshëm në ta, shpëtojmë në këtë dunjë dhe në ahiretin fitojmë xhennetul firdausin. Amin ya rabbel alamin. Të nderuam, ditëve të fundit besimtarët ballafaqohen me një telash dhe me një sprov ku ka kaplu shumë stresat të shoqërisë, me të ashtu quajturit përgjojime, apo përgojime, apo përgjime, si të doni thoni, se gjitha këto janë prezente në atë, dhe muslimant fatkeqësisht janë bo prej dhe viktim e këtyre tradhtinave dhe hileve që ndodhin në mesin e udhëheqësve dhe prizve tonë, të ashtu quajturit, se më nuk i zonë. Allahu Azza wa Jall na e ban të qartë dhe na thot: e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Thot, a mendoni se na ju kemi kriju juve kot, vetëm ashtu, flej, ha, pi, çun sabat, dil, hec, kot, pa qëllim, dhe mendoni se tek ne ju nuk do të ktheheni dhe nuk do të jepni llogari? Besimtari i cili kupton në formë të mirëfill këtë ajet kuranor, kupton një gjë, se ai është i llogaritën për çdo të folme, për çdo qëndrim të vetin, për çdo hap të vetin, për çdo fjalë të vetin dhe kështu me radhë. Ai kupton se Allahu Azza wa Jall robin e vet dhe besimtarin e ka dërguar me mision në këtë dunjë që ai të jetë rob i Allahut në çdo çast dhe në çdo moment, dhe askujt të mos ia lejoj që këtë parim themelor dhe parsor t'ia ndryshoj diskursin e tij. Askujt s'ia lejon pa marrë parasysh se çka flet dhe si flet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Thot, nga muslimanëk i mirë është që robi të mos mirët me gjërat që nuk i interesojnë. Na besimtarët kriterët tonë kur të miremi me një punë apo të mos miremi me atë punë, e kemi pyetjen që ja parashtrojmë njëri tjetrit se na me këtë punë nëse miremi, a na shtohet imani? Gjithsesi se përgjigja është se nuk na shtohet imani. Por pyetja tjetër që vjen më radh, po mirë, atë paksohet imani, atë dobësohet imani? Gjithsesi se pa. Imani të paksohet dhe dobësohet si pasojë që ti miresh me thashet theme. Ka kaplu një gjumë i madh që reflekton në gjitha sferat e shoqërisë. Ka humbë vullneti për punë duke marrë me fjalë të kota me hile dhe tradhtirat të tyre që nas kemi dorë aty. Falë Zotit dhe falënderojmë Allahun për këtë. Por nuk duhet na që t'ja lejmë që çdo kujt që t'i kujtohet brenda mbrëmjes që ta ban një fitne në mesin e njerëzimit, edhe na të jemi pjesë përbërëse asoj fitneje. Na vazhdojmë jetën tonë shoqërore, vazhdojmë jetën tonë ekonomike, vazhdojmë jetën tonë edukative arsimare, vazhdojmë jetën tonë fetare, sikur që kemi qenë më herët. Dhe kjo fatkeqësisht nuk është ndodhur siç na e flasim dhe pretendojmë. Flet me tregtarin dhe të ka ra puna, ka hu puna. Flet me arsimtarin dhe të ka hu vullneti. Flet me tjetrin e thotë të bëj të llovi. Çka u bë të llovi? Na apet jemi musliman. Allahu Azza wa Jall na e ban me di dhe thot: innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahhil al-kafirina amhilhum ruwaida. Thot Allahu Azza wa Jall, thot ata bëjnë kurtha. Këto kurtha që kanë dalë në mejdan janë bomë parimisht për muslimanët. Dhe këtë qarta këtë çdo kush se këto kurtha që i kanë bo, gjithë kjo teknologji që ata kanë ble për mu dhe ty dhe gjithë neve muslimanëve.
Thot Allah, ata bëjnë kurtha, ata çdo herë kanë bëu kurtha, edhe kur kanë qenë primitiv, edhe sot kur janë ata të sofistikum. Thot wa akidu keida, thot dhe unë kurthat atim vu a kthej, ka se mendojnë në ata. Dhe Allah u a kthen kurthat. Sepse njëti ka qenë i lig dhe i poshtër që gjithë së bashkë e kanë bëu atë njetë, atë planifikim. Thot femehilil kafirina amhilhum ruwaida. Thot dhe ta din dhe banva me dije jo besimtarve se së shpejti kanë me undëshku si pasoj e veprave që i kanë bo. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Thot mjafton që besimtarit quhet rëndë kur ai transmeton çdo sen që e ndëgjon. Çdo sen çka të ndëgjon ai më shkon dhe transmeton kudo që të shkoje. Filoni tha kështu, ai filoni tha kështu, e ki kishton kështu, e ai kishton kështu. E të mos flasim kur këto tashë theme janë në mesin e jo besimtarve. Që me një pikë që pak është interesi muslimanëve, apet do të bëhen bashkë kundra neve, këtë mos e harroni. Mos e harroni këtë çështje vëllezër. Që pak një interes me qenë i përbashkët i atimve, kundra neve muslimanëve, apet kanë me on, kanë me pi bashkë kundra neve të bo plan. Këtë takimi të qartë. Ama na zguxojmë me ropë prej e këtymve, fitneve dhe sprovave, dhe të miremi me ato punë, thjesht du t'i asgjësojmë. Thu se nuk ekzistojnë. Subhanallah, bura e gra të marrë me këtë çështje. I madhe i vogël të marrë me këtë çështje. Thu se neve s'na kanë betë gjëra më të rëndësishme se kjo. Gjëra më me vlerë se kjo. Një ditë prej ditëve një dietar i tha nxënësit të vet, tha o nxënës im, tha mos e ban zemrën tënde sikur se syngjeri, i cili syngjer thith çdo sen në vete, e mbledh në vete edhe plunin edhe ujin çdo sen që t'i afrohet. Thot mos e ban zemrën tënde vend tubim dhe vend grumbullim të fitneve, të lasheve, sprovave. Thot por se zemrën tënde bane sikur se dritarja. Nuk do me thonë që mu bona naiva dhe temi se s'marmi vesh kur gjoj. Jo, i tha bane zemrën tënde sikur se dritarja. Kjo është personaliteti muslimonit. Pse i tha, me dritare tha, duke qenë ti mbrenda e shese çfarë ka jashtë. Por edhe asgjë nuk lejon që mu fut mbrendin tënde, por edhe çdo sen që të afrohet kullon e shkon, thot nuk mbetet atje. Kështu na jemi musliman. Kështu duhet të jemi na. Kështu i kemi urnekt sahabët e ton, pejgamberin ton, burrat e mëdhej që kështu e kanë jetu jetën e vet. Ne nuk jemi të pare që ka pas si sprova të lashe, si fitne, e as të fundit nuk do të kemi. Me rëndësiona si ta menaxhojmë. A kina me lejuar që gjithë kohën tonë të angazhojmë me këto gjëra të kota, apo do të angazhojmë në formë të mirëfillt me të cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Lutë Allahun azza wa jall që të udhëzojë muslimanët, që të ruajë nga sheri i sherxhive, që të na mbrojë me imanin ton, që të na mbrojë dinin ton, dhe lutë Allahun azza wa jall që çdo e drejt, çdo hak të del në mejdan dhe çdo haksizlik të del në mejdan. Dhe zullumçart ti ban helaç me zvete, ti shkatron me zvete, copa i bof me zvete. E muslimanët i rujt dhe i mbroft nga sheri i sherxhive dhe zullumi i zullumçarve. E kulu qauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.